Vleni një lajm i mirë. Vlen koalicioni i forcave politike në Maqedoni të Veriut po bëhet një dhe kjo është një lajm i mirë në aspektin kombëtar shqiptar, në atë të qeverisjes në këtë vend, por edhe një lajm i mirë nacional shtetëror. Pas gjithë pritjeve, fjalëve, ndodhive dhe përgatitjeve, ndoshta titulli më i saktë duhej të ishte Vlen po bëhet një më në fund mo, e përkundër krejt viteve, llafeve dhe pritjeve, bashkimi i Vlen në një subjekt, adresë dhe përfaqësim politik përbën një lajm i mirë. Parë nga prizmi kombëtar shqiptar, kjo është lajm i mirë sepse shtresa dhe profile të ndryshme shoqërore janë duke u bashkuar në një adresë, qoftë edhe kështu me numra dual dhe konsenzus pesësh, dhe si të tillë do jenë përfaqësuesit politik brenda dhe jashtë vendit të shqiptarëve. Më pastaj, ky është një zhvillim pozitiv edhe për ndaljen e trendit të dërmimit të përfaqësimit politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut, i cili gjatë viteve, shkaku i disa tentativave të dështuara, por jo të shuara, shkonte ka defragmentarizimi total dhe delegjitimim i përfaqësimit unik shqiptar në këtë vend. Me këtë bashkim, shqiptarët pra tani tutje nuk do kenë përfaqësues në hije e krahinash, e të këshillave vendor të lagjeve dhe fshatrave, por edhe një zë unik shqiptar për këtë shtet unitar dhe shtetin i cili, sipas ekspertëve, është më pak i decentralizuari në gjithë Evropën. Kjo sepse rreziku i këtij trendi u shtua pasi Vlen fitoi shumicën e komunave me shumicë shqiptare në Maqedoni dhe ndjelli një frikë se pishpirik të ndryshëm politik do ishin rahat me pozitën e të parit në fshat. Në aspektin qeveritar, kjo është një lajm i mirë për këtë qeveri që tani është në gjysmën e mandatit të saj dhe ende nuk funksionon plot as në vend brenda dhe sidomos në politikën e jashtme. Me unifikimin e Vlen, pritet të përfundojnë krejt vonimet, hamendjet, po edhe sabotimet sa i përket emrimeve dhe punësimeve shqiptare në këtë garnitur qeverisëse. Sidomos që të plotësohet boshllëku i krijuar në shumë ministri ku nuk ka përfaqësim shqiptar vertikal dhe ato janë shndruar në klube komitësh, Ministria e Jashtme dhe shumë tjera që patjetër duhet të jenë në fokus të Vlenit dhe një qeverie të mençur që do e dinte se nëse kështu vazhdon pa gjithë përfshirje mund të përfundoj si rasti më i freskët bizar ku një hajdut jo edhe aq i zdërvjellt përfundoi i varë në tela gjatë tentativës për vjedhje në një kishë në qytetin e përvuajtur të Koçani. E u desh të vinë zjarfiksit dhe policia që ta nxjerrin nga gjembat e rrethorës në kishës të cilët i kishin hyrë në prapanicë. Ashtu, Vleni 1 është lajm i mirë edhe për shtetin në tërësi, pasi shteti mbahet me përfaqësim, besim dhe legjitimitet nga gjithë qytetarët. Ket ato vetë trusin, as kena lidhje. Ju faleminderit.